Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë për shëndetjet tona sinqerta, mbi vunën e gjithë pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgojmë, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë mësimet tona njihe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përmes virtyteve të tij dhe kemi ardhur tek mësimi i 51 ku autori Imam Tirmidhiu na flet për emrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë kapitull të ri, vëllezër, Imam Tirmidhiu na sjell vetëm 2 hadithe, ku këto 2 hadithe tregojnë se çfarë është përcjellur në lidhje me emrat e të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. I dërguari i Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ka pasur disa emra. Dhe emrat e shumt tregojnë për tiparet e tij të larta, virtytet e tij të larta dhe moralin e tij të lartë, për të cilin e kishte lartësuar pra Allahu subhanahu wa taala. Dhe emrat e pejgamberit alayhi salatu wasalam vëllezër janë 2 llojesh. Emra që janë të veçantë vetëm për të dhe emra të cilët janë të përbashkët mes tij dhe pejgamberëve të tjerë. Emrat të cilët janë të veçantë vetëm për pejgamberin alayhi salatu wasalam janë po ato emra që i ka pasur vetëm i dërguari i Allahut dhe jo dhe pejgamber tjerë që kanë qenë para tij. Për shembull, Muhammed, Ahmed, El-Aqib, El-Hashir, El-Mukafi, El-Amin, El-Bashir, El-Fatih, e shumë emra tjerë që është veçuar vetëm i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa emrat e përbashkët janë po ato emra që i ka pasur edhe i dërguari i Allahut, por që i kanë pasur edhe pejgamber të cilët kanë qenë para tij, por se këto emra për pejgamberin alayhi salatu wasalam kanë qenë më të plotë. Prandaj, siç njihet në për libra, ajo është se emrat e shumt të një gjëje tregojnë për vlerën dhe pozitën e madhe që ka ajo gjë apo ai vend. Ajo gjë apo ai vend. Prandaj edhe emrat e pejgamberit alayhi salatu wasalam vëllezër nuk kanë qenë vetëm emra të thjeshtë dhe të përveçëm, por kanë qenë emra të cilët kanë pasur një kuptim, kanë qenë emra të cilët kanë pasur domethënie që kanë tregu tiparët, virtytet, cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe autori vëllezër e nis këtë temë me hadithin 366 që e gjejmë tek Imam Buhariu dhe Imam Muslimi që e transmeton pra Jubair ibn Mut'im, i cili thotë se e kam dëgjuar prej babës tim se i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, unë i kam 5 emra. Dhe ka vazhdu i dërguari i Allahut duke thonë se unë jam Muhammedi, unë jam Ahmedi, unë jam El-Mahi, do më thonë fshirësi, pra nëpërmjet me Allahu subhanahu wa taala e ka fshi kufrin, unë jam Tubusi, pra El-Hashir, që do të thotë se njerëzit do të tubohen te këmbët e mia, dhe unë jam përmbyllësi, El-Aqib, që autori pastaj inshallah një nga një do të na isharon edhe kuptimin e tyre. Pra, këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu dhe tek Imam Muslim. I dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam tha me janë dhënë 5 emra. Pra, unë i kam 5 emra dhe tha unë jam Muhammedi, pra Muhammed. Cili është kuptimi i fjalës Muhammed? Parimisht apo fillimisht me këtë emër e kishte emnu gjyshi i tij, Abdul Mutalibi. Ja kishte ngjitë emrin të dërguarit tonë të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Muhammed. Dhe ky ka qenë frymëzim nga Allahu i lartësuar që i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të jetë i lavdruar edhe në këtë dynjë, po të jetë i lavdruar edhe në botën tjetër në ahiret. Pra kuptimi i fjalës Muhammed, o vëllezër, është ai i cili ka cilësi të larta, është ai i cili ka morale të larta, ai i cili ka virtyte të larta. Pra i lavdruari. Muhammed është i lavdruari. Dhe arabët në kaluarën nuk i kanë nxit këto emra. Muhammed, jo. Thuhet se vetëm një person para pejgamberit alayhi salatu wasalam e ka pas emrin Muhammed, ndërsa me lindjen e tij, domethënë, ai vetëm nuk ka ekzistuar. Mirë po, nuk kanë qenë traditë tek arabët me i vendos këtë emrin Muhammed. Pra, kur të dërguarit të Allahut i erdhi shpallja nga Allahu i lartësuar, i dhujtarët me kas e nënçmuan të dërguarin e Allahut me fyrje, me sharje, duke mos e thirrur në emrin e tij Muhammed.
për shkak të mlefit dhe urrëties, sepse i dërguari i Allahut i thirrja ata në tauhid, në njohshmëri, mu largu prej idhujtarisë, dhe ata pra filluan ta fynin, ta shanin të dërguarin Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk e kanë thirrë me emrin Muhammed, porse i kanë thonë mudhammam. Kur e kanë parë në rrugë, i kanë thonë ky është mudhammam. Çfarë do të thotë mudhammam? I nënçmuari. Pra e kanë nënçmu pejgamberin e Zotit. Dhe i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kur i dëgjonte fjalët e idhujtarëve, që ata nuk e thirrnin në emrin e tij Muhammed, por e thirrnin mudhammam, i nënçmuari, kthehej ka shokët e tij, ka sahabët, siç e tregon këtë hadith e Abu Huraira radhiyallahu anhu, dhe hadithi është i saktë tek Imam Buhariu dhe thotë: a nuk çuditeni se si Allahu i largon sharret dhe mallkimet e kurreshve nga unë? Ata e shohin dhe mallkojnë të nënçmuarin, mudhammamin, ndërkohë thotë unë jam i lavdruari, pra Muhamedi. Allah i lartësuar e ka pastruar emrin e të dërguarit të tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nga gjërat e urta, nga fyrjet, nga sharjet, nga mallkimet. Pra gjitha këto ofendime janë drejtuar kuj? Mudhammamit, të nënçmuarit, dhe jo të dërguarit të Allahut. Pra Allah subhanahu wa taala e ka ruajtur, e ka mbrojtur edhe nga kjo gjë. Por kush ishte ajo e cila e quajti kështu pejgamberin alayhi salatu wasalam? Pra ajo e cila, apo ai i cili e kishte quajtur të dërguarin Allahut mudhammam, të nënçmuar, ka qenë gruaja e Abu Lehebit, Umul Jamil. Kur ka zbrit për të surja Meset, ajo në formë të hakmarrjes me vrap, e dini historinë e gjatë, kur ka shkuar në Qabe edhe ka pas një gur në dorë, i dërguari Allah Ebu Bekri ka qenë prezent, i ka thonë ja Rasulullah, po vjen filonja, do të godas, po nuk ka mundësi me po. Dhe Allahu i lartësuar ka po perde me saj dhe pejgamberit Zotit. Edhe ajo ka lyp profetin e Zotit, që aty e ka pas, nuk e ka po. Nuk e ka mundësu Allahu asaj me po pejgamberin alayhi salatu wasalam aty për aty. Edhe pastaj në fund, pra e ka akuzu profetin e Zotit se me këtë fjalë ka fillu me thonë ajo është mudhammam. Ka thonë lajmëroje shokun tënd dhe thuaj ajo është mudhammam, pra i nënçmuari. Edhe këtë fjalë pastaj e kanë marrë edhe mushrikët, pra idhujtarët, dhe kështu e kanë quajtur pejgamberin alayhi salatu wassalam. Çfarë thot i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Thot unë jam Ahmedi. Do thon pos Muhammed, emri i dytë Ahmed, që do thot falendruesi apo i lavdruari. Pejgamberi alayhi salatu wassalam vëllezër ka qenë ai që më së shumti e ka falendruar Allahun e lartësuar, dhe më së shumti që i është nënshtruar Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala tek surja Safat tregon se Isa alayhi salatu wasalam pra i ka lajmëru popullin e tij. Tek surja Saf, tek surja Saf ajeti numër 6, thot Allah subhanahu wa taala: o bijtë e Israilit, unë jam i dërguari i Allahut tek ju për t'ju vërtetuar Tevratin e shpallur prej meje dhe për t'ju sjell lajmin e gëzueshëm për një të dërguar, emri i tij i të cilit është Ahmed, që do të vi pas meje. Pra emri i dytë i pejgamberit të Zotit është pra Ahmed. Prandaj o vëllezër, njerëzit kur do të ringjallën ditën e Kiametit dhe kur do të dalin para Allahut subhanahu wa taala, prej të parit deri tek i fundi kanë mu bë bashk se ai i cili do të ndërmjetësoj tek Allahu azza wa jalla, pra është Muhamedi alayhi salatu wasalam. Pra ai do të e filloj gjykimin, pra do të kërkon që Allahu me fillu gjykimin nëpërmjet kujt? Nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ju e dini se si pra i dërguari i Allahut shkon dhe i bën sejdë Allahut subhanahu wa taala, i cili i modhi Zot pra ja mëson disa lutje dhe disa dua që ai me lut Allahun e lartësuar, që këto lutje dhe këto dua askush para pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk i ka ditur dhe nuk i ka mësuar, sikurse ka ardhur hadithi tek Enesi radhiyallahu anhu, dhe hadithi është i saktë tek Imam Buhariu, ku tregon pra Enesi radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ditën e Kiametit, Allahu komi të bu besimtar të cilët kanë me thonë sikur ta kemi dikën të ndërmjetësoj tek Allahu i lartësuar, që i modhi Zot ta nis dhe ta fillon gjykimin ton, dhe dihet se çfarë gjendje kanë me kon, pra duke pritur gjykimin e Allahut subhanahu taala, që të rehatohemi nga ky vend
dhe shkojnë njerëz tek Ademi, i cili thotë se unë nuk jam kompetent për këtë punë, i drejton thotë shkoni te Nuhi, edhe Nuhi i thotë se unë nuk jam kompetent për këtë punë, thotë shkoni te Ibrahimi alayhis salam, edhe Ibrahimi i thotë unë nuk jam kompetent për këtë punë, shkoni tek Musa, edhe Musa i thotë unë nuk jam kompetent për këtë punë, thotë shkoni tek Isai, edhe Isahu thotë unë nuk jam kompetent për këtë punë, por thotë shkoni tek Muhamedi alayhis salam, që ai është një rob i Allahut të lartësuar, Allah subhanahu wa taala pra ja ka falur mëkatet e kaluara dhe të ardhmet. Dhe pastaj dërguari i Allahut tregon dhe thotë se kur të vinë tek unë kam me shku, kam me kërku leje para Allahut, Allahu kam me dhënë leje për të vazhduar tutje. Pastaj thotë me të parë Zotin tim kam me rënë sejdë, pastaj Allahu xhexhele kam me mësu lutje dhe dua, dhe pastaj thotë i dërguari i Allahut thotë o Muhammed, ngrihu dhe fal, do të dëgjohesh, kërko, do të jepet, dhe ndërmjetëso, do të pranohet ndërmjetësimi, Pra, i dërguari i Allahut vëllezër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është njeriu që më së shumti e ka lavdruar dhe e ka madhruar Allahun subhanahu wa taala, dhe ka qenë më i përkushtuari në përmbushjen e së drejtës që i takon Allahut azza wa jalla. Dhe emri i tretë që është përmend hadithin e pejgamberit të Zotit, ku i dërguari i Allahut ka thonë un jam el mahi, pra un jam fshirësi, dhe e ka sharu vetë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kuptimin e kësaj fjale, fshirësi. Çfarë do të thotë? Se nëpërmjet meje Allahu i lartësuar pra e ka fshi, e ka shnjërros kufrin, mosbesimin. Pra Allahu xhexhele ka dërguar Muhamedin alayhi salatu wasalam për ta fshirë pra kufrin e mosbesimin. Prandaj i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili e ka zhduk, e ka fshi kufrin, dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili u ka hapur, pra u ka qel syt i dhujtarëve, u ka qel dhështët i dhujtarë, pra për të parë dhe për të ndëgjuar, dhe është i dërguari i Allahut ai i cili pra i ka fshi kufrin dhe i ka drejtuar njerëzimin drejt imanit. Pra, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej kufrit, i dhujtarisë, pra i ka qu drejt imanit, pra drejt besimit dhe drejt islamit, mo ashtu siç na thot Allahu i lartësuar tek surja Shura 52, ti me të vërtet udhëzon në rrugë të drejtë. Pastaj i dërguari i Allahut, pra pjesa e hadithit, un jam tubusi, el hashir. Pra njerëzit kanë mu tubu te këmbët e mia. Pra të gjithë njerëzit do të ringjallën pasi që do të ringjallët i pari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj njeriu të parë të cilit do t'i hapet varri është pejgamberi alaihi salatu wasallam, dhe pastaj njerëzit të tjerë pas tij. Pra i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është njeriu i parë i cili do të ringjallet dhe do të qëndron në këmbë, dhe pastaj pas tij do të ringjallën pra njerëzit të cilët do të shkojnë pas gjurmëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe emri 5 që tham në fillim të hadithit se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra ka treguar se i kam 5 emra, është un jam përmbyllësi, el aqib. Pra Allahu i lartësuar e ka bërë të dërguarin e tij Muhamedin sallallahu alaihi wasallam të jetë vula e gjithë pejgamberëve, dhe nuk ka pejgamber pas tij. Thot i Madhi Zot tek surja Ahzab 33, thot Muhamedi nuk është baba i askujt prej burrave tuaj, por është i dërguari i Allahut dhe është vula e gjithë pejgamberëve. Ndërsa i dërguari i Allahut në hadithin e Imam Buhariut thot un jam vula e gjithë pejgamberëve. Pra, i dërguari i Allahut vëllezër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i fundit i cili i ka pasuar pejgamber të cilët kanë qenë para tij, dhe i dërguari i Allahut është i fundit i cili pra nuk ka pejgamber pas tij dhe është vulë e gjithë pejgamberëve. Pastaj autori vëllezër Imam Tirmidhiu na sjell hadithin e dytë nga Hudhaifa radhiyallahu anhu, i cili thotë se e kam takuar të dërguarin e Allahut rrugëve të Medinës. Dhe pastaj më tha, un jam Muhamedi, un jam Ahmedi, un jam pejgamberi i mëshirës. I dërguari i Allahut po tregon për emrat të cilët ai i ka pasur. Pastaj thot, un jam pejgamber i pendimit, jam i dërguar i fundit, kam ndjekur rrugën e pejgamberëve që kanë qenë para meje.
do t'ju pri njerëzve ditën e ringjalljes dhe jam pejgamber i luftrave. Këtë hadith e gjejmë të saktë tek Musnedi i Imam Ahmedit. Dhe një pjesë të këtyre emrave, autori paraprakisht i tregoi dhe i komentoi, pra kush është Muhammed, çfarë do të thonë fjala Muhammed, çfarë do të thonë fjala Ahmed dhe emri El Hashir. Tek pjesa unë jam pejgamber i mëshirës, është quajtur i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pejgamber i mëshirës nga Allah i lartësuar, sepse Allah azza xhele ka dërguar të dërguarin e tij Muhamedin mëshirë për gjithë njerëzimin. Dhe i Madhi Zot thot në Kur'an tek sura Anbiya 107, dhe nuk të kemi dërguar ty o Muhammed veçse mëshirë për botët. Për atë edhe është quajtur pejgamberi mëshirës. Pra, me anë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, Allahu i ka mëshiruar gjithë banorët e tokës. Prandaj, e gjithë mëshira vëllezër arrihet kur në pasimin e të dërguarit të Allahut, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk ka mundësi mu arrit mëshira e Allahut të lartësuar vetëm atëherë kur njeriu e pason të dërguarin e tij Muhamedin alayhi salatu wasallam në gjitha çështjet e tij, duke u nisur si pikë spori nga tauhidi, njëshmëria, me kon e pastër, pra me adhuru Allahun të vetëm. Mëshirën e pejgamberit alayhi salatu wasallam o vëllezër e gjejmë si në fjalë, po ashtu e gjejmë edhe në vepra. Ju e dini se si ka qenë raporti i pejgamberit alayhi salatu wasallam me njerëzit, që autori pra i ka treguar në kapitujt e kaluar, dhe thot i Madhi Zot tek sura Taube, tashmë ju ka ardhur një i dërguar nga xhiri juaj, atij vjen rënd për gjunat që bëni. Ju dëshiron të mirën me gjithë zemër, që ju të shkoni rrugës së drejtë dhe është i butë i mëshirshëm me besimtarët. Pra, Allah subhanahu wa taala ka dashur që i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë mëshirues dhe i mëshirshëm për gjithë umetin e tij. Pastaj çfarë thot profeti i Zotit? Unë jam pejgamber i pendimit. Me anë të tij, pra me anë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, i Madhi Zot e ka hapur derën e pendimit. Për kënd? Për banorët e tokës. Pra Allah subhanahu wa taala vëllezër e ka dërguar të dërguarin e tij Muhamedin alayhi salatu wasalam që t'i thret njerëzit në pendim tek Allahu, edhe të kenë pendimin tek Zoti, një pendim të sinqert. Pra Allah i lartësuar vëllezër i ka hap dyert e pendimit dhe u ka pranuar atyre pendimin që nuk ka ndodhur një gjë e tillë para pejgamberit alayhi salatu wasalam për banorët e tokës. Ndërsa vetë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i pari i cili është kthy tek Allah i lartësuar me pendim të sinqert. Çfarë thot i Madhi Zot tek sura Nur? Thot Allahu subhanahu wa taala tek sura Nur, të gjithë ju o besimtar, ktheni tek Allahu të penduar që të arrini shpëtimin. Ndërsa ka ardhur një hadith i saktë që e gjejmë tek Imam Muslimi, prej haditheve është fjalë e Allahut subhanahu wa taala, pra është hadith kutsi që Enes ibn Maliku radiallahu anhu e tregon se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: o biri Ademit, përderisa ti më lutesh mua dhe përderisa ti shpreson tek unë, thot kom e t'i fal gjitha mëkatet. Dhe as pak nuk mërzitëm për këtë. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala: o biri Ademit, nëse mëkatet e tua arrin kupën e qiellit dhe ti pastaj bën istighfar, kërkon falje tek unë kom e t'i fal ato mëkate. Pastaj vazhdon duke thonë: o biri Ademit, nëse ti tek unë vjen me mëkate sa mallësia e tokës, por thot ti më takon mu me tauhid, me njëshmëri, duke mos më bërë shirk mu në tauhid, në njëshmëri, thot atëherë thot kom e ardhe dhe une, po më aq falje. Dhe hadithi është tek Imam Tirmidhiu, dhe hadithi është i saktë. Ndërsa nga Ibn Omeri radiallahu anhu ka ardhur një hadith tjetër që është tek Imam Muslimi, ku thot i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka treguar dhe ka thonë: o ju njerëz, pendonu tek Allah i lartësuar, sepse unë vërtet pendon tek Zoti 100 herë ditë. Me një transmetim tjetër ka ardhur vërtet unë pendon tek i Madhi Zot 70 herë në ditë. Pastaj çfarë thot pjesa tjetër e hadithit? Thot: jam i dërguar i fundit,
kam ndjekur rrugën e pejgamberëve para meje. Kjo fjalë ulemaja kanë thonë se lexohet në dy forma. E para, kanë thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka ndjekur gjurmën e pejgamberëve para tij. Cili është argumenti? Është fjala Allahut subhanahu wa taala tek surja An-Nam, ajeti 90. Thotë i Madhi Zot, këta janë ata të cilët Allahu i ka udhëzuar në rrugën e drejtë, andaj edhe ti Muhammed ndiq rrugën e tyre. Ka ardhur një hadith prej Ebu Hurajrës, i cili është i saktë tek Imam Buhariu, si i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pejgambert janë bijt të një babe të përbashkët, por nënat e tyre janë të ndryshme, dhe pastaj thotë i dërguari i Allahut, dhe rregullat sheriatike tek pejgambert para të dërguarit të Allahut kanë qenë të ndryshme. Pastaj vazhdon duke thonë, kurse fenë e kanë pasur të përbashkët. Fenë e kanë pas një. Dhe e dyta që kanë përmendur ulemaja kanë thonë se Allahu ka caktuar të dërguarin e tij Muhammedin alayhis salatu wassalam që me ndjek gjurmët e pejgamberëve. Si thot i Madhi Zot o vëllezër tek sura Hadid ajeti 27, pas tyre ne quam të dërguar të tjerë para pejgamberëve tjerë, domethënë ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me qëllim që me ndjek gjurmët e tyre. Dhe pastaj pjesa e fundit e hadithit është se dhe janë pejgamber i luftrave. Çfarë do thotë kjo? Se Allahu subhanahu wa taala ja ka lejuar të dërguarit të tij Muhammedit alayhi salatu wasalam luftën, pjesëmarrën në luftë. Dhe ju e dini se çfarë zullumi dhe çfarë padrejtësie ka pas prej idhujtarëve, prej armiqve, ndërsa ka qenë i pari në saf me urdhrin e Allahut i cili ka marrë pjesë në përbeteja. Pra, i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë përgëzues, por në njëjtën kohë i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe qortues, edhe ka marrë pjesë në përbeteja. Ky ishin këto dy hadithe që autori Imam Tirmidhiu na flet për emrat e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Emrat e pejgamberit të Allahut janë të shumta vëllezër. Kanë përmendur ulemaja se i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka 500 emra. Dhe secili emër e ka kuptimin e vet. Mirpo ne do të mjaftohemi me këto dy hadithe dhe me këto emra që autori Imam Tirmidhiu na i ka sjellë. Është një gjë që është edhe vrejtje për ata të cilët kanë dalë në ekstremizëm. Në çfarë ekstremi? Duke e cilësu dhe duke i vënë emra pejgamberit alayhis salatu wassalam, e realisht ato emra i takojnë Allahut subhanahu wa taala, edhe jo pejgamberit ton të dashur Muhammedit alayhis salatu wassalam. Para ato dhe dietar kanë të rregë vrejtjen për këtë pikë. Pra, njeriu duhet me pas kujdes që mos me dalë në ekstrem të teprum prej dashurisë madhe, pra me ranë në kufër, me dalë domethënë në ekstrem, që të thotë me i kalu kufit asaj të cilët janë të lejume, duke i adresuar Muhammedit alayhis salatu wassalam emra të cilët nuk i takojnë atij, por ato emra i takojnë kujt? Allahut subhanahu wa taala. Prej emrave që e kanë quajtur të dërguarin ton të dashur Muhammedin alayhis salatu wassalam me emra dhe cilësi, për shembull, kanë thonë i pari dhe pa fillim, i fundit dhe i pa mbarim. Kanë thonë i larti nuk ka asgjë, i afërmi që askush nuk mund të jetë afër tij. Këto janë emra të Allahut subhanahu wa taala. Pra nuk janë emra të pejgamberit të Zotit Muhammedit alayhis salatu wassalam. Prandaj nuk lejohet të emnohet i dërguari i Allahut me këto emra, sepse kemi rshit, kemi dalë në ekstrem. Pastaj disa të tjerë e emërtojnë pejgamberin alayhis salatu wassalam me emra duke thonë se ai i cili me dinë e tij ka përfshi çdo gjë. Nuk janë dalë me kaq. Pastaj çfarë kanë thonë? Dhe dihet se kjo i takon vetëm Allahut. Nuk i takon domethënë pejgamberit alayhis salatu wassalam. Apo kanë thonë se pejgamberi i Zotit Muhamedi alayhis salatu wassalam është prezant kudo që jemi edhe na. Kjo nuk i takon pejgamberit alayhis salatu wassalam, por kjo i takon Allahut subhanahu wa taala. Pra, këto cilësi, këto emra vijnë prej atyre njerëzve të cilët kanë dalë në ekstrem, duke e ndjekur rrugën e gabuar dhe rrugën e Kuranit
dhe as rrugën e sunetit, edhe nuk e kanë kuptuar këtë Kur'an dhe këtë sunet ashtu siç e kanë kuptuar shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ndërsa i dërguari Allahut Muhamedi alayhis salatu wasalam ka qenë larg këtyre gjonave. Po e bin një shembull se çfarë ka ndodhur para pejgamberit alayhis salatu wasalam, dhe hadithi është tek Imam Ahmedi dhe hadithi është i saktë. Pra, një person para pejgamberit alayhis salatu wasalam ju drejtu profetit Zotit dhe i tha: çfarë deshje Allahu dhe çfarë deshje ti u bë o i dërguari i Allahut. Çfarë deshje Allahu dhe çfarë deshje ti u bë o i dërguari i Allahut. Ndërsa pejgamberi alayhis salatu wasalam reagoi dhe i tha: am krahasove më ke bot barabarti mu me Allah? Por i tha: thuaj, e mësoj çfarë më thon, kjo fjala është fjalë kufrit. Por e mësoj çfarë më thon dhe tha: thuaj, çfarë dëshiron Allahu i vetëm. Thuaj çfarë dëshiron Allahu i vetëm. Pra, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e lejoi këtë rob Zoti që para ti të vazhdonte me këtë llaf e ndërpreju edhe e mësoj. Por çfarë është halli kur ne dëgjuam se këta të cilët kanë dalë në ekstrem me çfarë emra e emnojnë pejgamberin alayhis salatu wasalam, emra që nuk i takojnë pra të dërguarit tonë të dashur Muhamedit alayhis salatu wasalam, por janë emra që i takojnë pra Allahut subhanahu wa taala. Ky është dersi jon për sonte, me shpresë që në dersin tonë të radhës të flasim për moshën e pejgamberit Muhamedit alayhis salatu wasalam, sallallahu alaihi wasallam.